Zgjedhjet e 11 majit kanë ndezur klimën politike, ndërsa në Shkodër shënohet brenda pak muajsh krisja e dytë PS-PSD. Këshilltarët e Tomdoshit braktisën mbledhjen e Këshillit Bashkiak të këtij muaji e pas tyre dhe ato të Partisë Demokratike, duke dështuar zhvillimin e saj. Përpasoj mbetën pa u shurtuar disa nga çështjet kyçe, përfshirë menaxhimin e plazheve publike në Velipoj për sezonin turistik. Këshilltarja e Partisë Socialdemokrate Marina Duhani u shpreh se projekt vendimet po përdoren për qëllime elektorale nga administrata e bashkisë. Pasi kena kalu pika jetësore për qytetarët e Shkodrës, grupi PSD se i shef projektvendimet në vazhdim të paligjshme, duke qenë se jena në fusha zgjedhore dhe nuk do të marrim pjesë. Menjëherë më pas edhe këshilltarët e Partisë Demokratike kërkuan një pushim prej 5 minutash, pas të cilit vendosën të mos rikthehen më në sallë në shenjë bojkoti. Na nuk e shohim veten pa të ricë e këtij Këshillit Bashkiak. Prandaj me keqardhje nuk mund bëna pjesë e këtij votimit. Na i shërbejnë vetëm qytetarëve të Shkodrës dhe kërkuj tjetër. Na i kena shqyrtuar me shumë vëmendje, pikë për pikë, dhe nuk mund t'jena pjesë e paderitshme. Ky qëndrimi PSD dhe PD u prit me reagime të forta nga këshilltarët e Partisë Socialiste. Keqardhje për kolegët tonë të partive të tjera, të cilët sot tregunen që nuk janë personat të cilët janë zgjedhur nga qytetarët e Shkodrës për të shërbyer këtij qyteti, por janë ato që në ditët kur kena nevojë për një dhënie shtys zhvillimit të këtij qyteti, i cili çdo ditë po merr pamje tjetër, braktisin mbledhjen. Sot janë disa pika shumë të rëndësishme dhe etike për qytetin e Shkodrës, të cilat nuk bin ndesh asnjëna prej tyre me asnjë pikë ku cënon kodin zgjedhor, pra janë pika të cilat janë shumë të prekshme dhe jemi në prag të sezonit turistik, ku një shoqëri e re e cila do të marrë në administrim jo pjesën publike, por pjesa privatit, aq përqindje sa i takon kësaj shoqërie për mirëmarrjen e administrimin dhe menaxhimin e kësaj, nuk është e drejtë ta braktisim dhe të mos e votojmë. Një pikë shumë e rëndësishme e kësaj mbledhje është një projekt vendim që ka të bëjë me një shtesë tek fondi emergjencave, ku janë rreth 210 milion lekë të vjetra, të cilët ju vinë në ndihmë njerëzve dhe familjeve të cilët hasin në fatkeqësi të ndryshme, gjithashtu edhe 60 milion lekë të tjera të vjetra për rrëshem, shemje dheut apo mirëmbajtje rrugësh. Pra janë pikat e cilat nuk kanë lidhje fare me fushatën zgjedhore, por kjo është zgjedhja tyne, besoj se qytetarët e Shkodrës dinë të vlerësojnë, nesër nuk do të jetë vonë dita e zgjedhjeve ku secila prej tyre do të marrin përgjigjen e duhur. Projekti për plazhin e Velipojës parashikonte që një pjesë e këtyre hapësirave të administroheshin nga bashkia. Bllokimi kësaj pike rrezikon përgatitjet për sezonin turistik.